I shohim pothuajse çdo ditë në ekranet tona. E kur ka zgjedhje, ndonjëherë bëhen edhe bajat. Shumica prej tyre nuk kanë lidhje me veshje, e disa të tjerë duken shumë bukur. Në vazhdim ju sjellim një material me Alma Lamën, Meliza Haradina dhe Blerta Delion, sa i kushtojnë ato rëndësi pamjes së tyre dhe sa shpenzojnë për rroba. E ndjekim bashkë tani. Kosovës votoi me 90 vota pro për shpërndarjen e tij, duke shënuar kështu edhe hapin final. Po e synojnë parlamentin e Kosovës, zonja me shumë energji dhe vullnet për punë, të cilat aktualisht kanë qëllimin e njëjtë me njëra tjetrën. Përmes subjekteve politike që i përkasin, ato po mundohen të shënojnë kthes në të mirë të vendit me misione e drejtime të reja. 3 kandidatët për deputete nga radhet e PDK-s, LDK-s dhe AK-s nuk njihen vetëm për fjalimet e tyre dhe kontributin partijak, ato i ndjeki me i mbaj mend për faktin se dinë edhe të duken bukur. Këto zonja, vetëm për prive, bën të mundur që ne të njihemi nga afër me shijen dhe stilin në të veshur. Tashi këto dollapi është shumë intema, po ndaj me publikun një gjë shumë intime, me gjitha këto gjaketa i kam veshur. Veshja konsiderohet një element i rëndësishëm i cili pasqyron karakterin dhe personalitetin e njeriut, por cila arsia e tyre, ngjyrat dhe format e preferuara, që i bën ato të jenë më të veçanta dhe ndryshe nga të tjerët. Në përgjithësi vesh të gjitha ngjyrat, nuk kam ndonjë problem, ndoshta mbi zotron e zeza, por ngjyra e preferuar e kuqja. Jam miktare ngjyrave pak më të hapura. Ngjyrat kam bërë përpjekje me shumë vite me largu ngjyrën e zezë prej garderobës sime, edhe pse e kam ndoshta prej ngjyrave më favorite. E zeza mbetet ngjyra më e dashur edhe për Melizën. Unë nuk i preferoj kostumet që janë komplet, që është setra edhe funi ose setra e pantolla që janë të njëjta ose një material. Zakonisht kam qef me kombinu, me qenë funi i zi, setra mundet me pas diçka ndonjë detaj, po nuk luj me ngjyra që është thash edhe më herët. Ma shumë kam zeza kam shumë, të bardha pak, të bardhën e ruaj ma shumë për raste ma të veçanta. Mundet me qenë në këmish me lule, në brosh, shallat i kam pjesë, si të them, pjesë e identitetit veshjes, edhe mundona shallat mi pas ma të veçantë. E përveç identitetit, Meliza ka edhe një detaj që pretendon se i sjell fat. Këto e ka pak ma, më duket që e ka ma të veçantë, është i gjyshës tavë, është marrëhama e dugagjinit. Veshja e katunit e dugagjinit, po unë e vendosi me një setër të zezë, edhe më duket që më sjell fat sa ere e vnaj. Gjëra të veçanta kanë edhe Alma e Blerta. Ky kostum është i rëndësishëm për mua, e kam veshur në ditën e parë të mandatit si deputete. Këtë fustan e kam veshur atë ditë që kam kaluar në LDK, por përzgjedhja është rastësore. E kam një lidhje të veçantë me të. E kum vesh ditën kur është bosh përbërmja e parlamentit, sepse ne do të jemi shpërbasi parlamenti i Kosovës dhe do ta ruaj, sepse në rast se do t'i fitojmë zgjedhjet, do t'jetë fustani me cilën unë do të fillojmë edhe legislaturën e ri me këtë fustan, dhe mendoj që ka një simbolik, sepse do t'jetë pikërisht fustani me cilën do të fillojmë qeverisjen e ri. Vëmendja e njeriut duhet kushtuar asaj çfarë thuhet dhe më pas asaj që duket. E kjo ndoshta është edhe njëra ndër arsyet që politikanët tona nuk shpenzojnë edhe aq para në garderobë. Nuk shpenzoj shumë, në përgjithësi gjërat që blej janë të mira, jo shumë të shtrenjta. Për mua është më rëndësishme që të më pëlqejë mua stili të jetë i bukur, por nuk është të thënë që të jetë patjetër fillë me shtrenjtë. Nuk jam shumë e pasionume nga brendet ose me shpenzu shumë, varësisht që kam pëlqen ose që kam më duket se më rrin mirë edhe e blej, nuk është se shpenzoj shumë. Blerta Deliu e ka më të lehtë kursej kur është puna tek veshjet. Na kemi një fat sepse jemi 4 motra. Unë jam me madja, 2 janë në Amerikë dhe 2 jemi këtu. Edhe është shumë interesant që numrat i kemi të njëjtë. Sakot edhe pantullat janë numrat që e kemi një numër. Me këpuca kemi të lashe, sepse motra e 2 ka me shumë të madhe se time dhe s'kemi... Po dhe ashtu këpuca nuk është shumë e preferushme me undru.
Kështu që shpesh ndrohemi. E thom ka njerë që më kanë fëmijë me fatë, si më kanë fëmija i parë në familje, dhe kum pas rast që për herë të parë me i vesh tesha. Dhe ju gjithmonë e kemi pas mundësi me i ble për 4 vajzat, jemi 4 vajza në djallë. Unë i kom vesh e para, ma ndej 3 motrat ju në rritë me teshat që i kom bleon. Edhe tash, motrat po blejnë pre Amerikës të shka, po më pësjelin këto, ka njëherë gjana që po i përdori unë ma shumë, po ja u që aty në atje, po i bojnë një farë kombinimi. është shtrajt garderoba në Prishtinë, përgjithsisht në Kosovë, gjanat e mira janë shumë shtrajt. Të vishë shfirmatu apo e thjesht, kjo pak rëndësi ka, ajo që duam është të ndihemi komod dhe të dukemi bukur.